juridike të vëretarisë se gjithë institucioneve shtetit shqiptar të përfshirën në procedurë. Sepse asnjëri nuk ka menduar, nuk ka vënë në dyshim faktin që vetëm 2 antar të gjykatës shtetësuese të emëruar pas vitit 2019 kanë mandat të kufizuar. Ata i thon Zot Vasili dhe i thot merrin 117 kushtetues. Pra, nuk mundet asnjë tit janë në 5 antarëve të gjykatës shtetësuese kur vetë kushtetuesa është e qartë. Dhe aq më shumë, dhe jemi në moment një debat teknik, s'mund të shmangim dot, gjykata shtetësuese në argumentin e saj, nëse e lexon, e mbështet vendimin jo në kushtetut, e cila do të jetë burimi kryesor i së drejtës së jurisprudencës së saj, por në ligjin organik gjykatës shtetësuese. Pra, e lëm një anë kushtetutën dhe fut në lojë ligjin organik gjykatës shtetësuese, por edhe ligji organik në fakt nuk e thot ndërprerjen e mandatit, ose nuk thot që mandatet e vitit 2016 janë të kufizuara. Pra, krijon një normë të re kushtetuese dhe ligjore, që është jashtë kompetencës, jashtë funksionit gjykatës shtetësuese. Pastaj arsyeja është fare thjesht, arsyeja pse është bërë duhet të ndërpresim mandatin e një antar gjykatës shtetësuese. S'do të bëjtja. S'duhet të jetë një kushtetut, një person që nuk e duam. Po, një sekond, se këtu na del një problem tjetër. Nëse e zëm për një moment që nuk mjafton të jetë vetëm për një mandat, edhe pse vendimet ishin përgjithsisht pakicat firmosura edhe nga zonja Betja. Tani, a sjell kjo lojë një pasojë tjetër përveç skandalit që kemi dhe patates në zet që kemi aktualisht në dorë? A ka një pasojë, një prapa mendim kjo për një vazhdimsi të tredhur gjykatës kushtetuese ndoshta, për një rikonfigurim total, për një rotacion, për një sistem tjetër? Vasili dhe Shiko, vetëm sa për ta përfunduar. Vetëm falë, nëse mundem. Ky vendim bën këtë gjë. Ky vendim e bën të cënueshëm çdo mandat antar gjykatës shtetësuese. Pra, kjo lojë e filluar antikushtetuese nga institucionet, si lojë kështu, lojë e lehtë, si lojë soft, pra më bëj interpretimin, pastaj në fund fare jo po më shiko mandatin e X gjyqtare, e cënon çdo mandat, cënon vetëm të rinë gjykatës shtetësuese. Sepse i lejon që institucionet e emërtesës në çdo moment që janë presidenti, kuvendit dhe gjykata e lartë, në çdo moment të ndërhyjnë te mandatet antar gjykatës shtetësuese. Ti kërkojnë gjykatës shtetësuese ndërprerjen e mandatit të antar gjykatës shtetësuese. Sepse ashtu mendojnë ata, e kupton? Ndërkohë që kjo është atribut shtetësues vetëm i gjykatës shtetësuese. Në lëvizje vetëm kryetari i gjykatës shtetësuese bile. S'mund kërkojë organi i emërtesës ma ndërprer mandatin e këtij antar gjykatës shtetësuese me që e kam propozuar unë për të emëruar, ose e kam emëruar unë. Pra, kjo hap një lojë të tillë të rrezikshme që e bën të cënueshme në çdo moment gjykatës shtetësuese. Natyrisht në këto institucione që mund të jenë për interesa të caktuara, jo kushtetuese natyrisht. Okej, Vasili? Praktikisht gjykatën kushtetuese ky vendim e fut në kaos plot. Së dyti e vë në një varësi absolute të këtyre pushteteve tjera, të cilat janë pushtete politike. Pra, ju e kuptoni, interpretimi kërkuar qoftë nga presidenti, qoftë nga kuvendi e tjera, do e vë në mënyrë absolute kontroll politik. Të tërë këta tani janë në vend të kenë integritet fort, janë shumë vulnerabël, dhe ju e kuptoni që gjithë vendimmarrjet që do të lidhen, nuk do të kenë para mirakull e ligjshmërisë të zbatimit të kushtetutës, po do kenë krijimin e një raporti të tillë që ta bëjë sa më jetë gjatë, pra të mbrojnë mandatin e tyre, të cilin duhet ta mbronte kushtetuta se e mbron, se ka garantuar, por tani këta i bëjnë që të jenë në duar të njëjit apo tjetrit të faktorëve tjerë politik. Si e tillë, kjo humbet të gjithë soliditetin, humbet të tërë ato që bën atë për t'ju referuar, pra kushdo që mendon që në këtë gjykatë supreme krejtësisht pa anshme dhe krejtësisht pa lidhur, pa pasur këto vërësira do marrë drejtësi, e bën e fut në një kaos plot. Edhe ajo përpjekje për ta ngritur pra kushtetutën, duke pasur shumë qarta kush ishin ato 2 mandatet vetme që ishin të shkurtuara dhe soliditeti i pjesës tjetër dhe vazhdimësia fiziologjike të tërë dhe këto mikro arritje, në pikpamjen strukturore, jo të vendimet e saj, se gjykatat kanë një përfaqe të në shumë raste, por dhe nga ana strukturore praktikisht edhe këto shtylla u dërmuan. Kështu që praktikisht kemi një gjykatë kushtetuese me këtë